Unë si e satë fillimin kur kam fillu atëherë, kam fillu për diçka ma të vogël, po ndër vitet të pa interesin edhe të pa kërkeset edhe të mira që Aronia mund na si njerëz përfitojmë shëndetit, më është dhënë motivi të investoj edhe të zgjeroj më tepër plantacionet tona, ku sot prej vitit 2016 ku kishim fillimin deri sot ku jemi në vit 2026 kemi 8 hektar të mbjelluna. Kuptohet fillimi nuk ka një lehtë, na është përshtatmi shumë kushteve që në kërkuar për plantacion edhe infrastrukturë, energji, përgatitje të plantacioneve dhe përgatitje të asaj që deshim na të arrijmë. Në atë kohë kur fillum me atë pjesën e vogël, është shtu kërkesa dhe na fillum ku sot tërsi kemi 8 hektar të mbjelluna. Edhe me Aronin, me ekspertët që kemi na tash në fabrikën tonë edhe teknologë edhe rrethin që neve na përkrajnë në rrugtimin tonë deri që na kanë përkrah. Kemi pa që ka mundësi edhe me u zgjeru në gjana qera, jo vetëm të kemi një produkt aronit fresa, po vetëm lang, po kemi një gamë shumë ma gjarë ku kemi zgjeru të një reqela, qaja, pluhur, kapsula, edhe produkte tjera të aronis. Edhe kjo është qëllimi jonë që mos nalmi na me këtë që kemi direktu. Ondrat tona vazhdojnë më të tje që të zhvillomi alam të tje dhe të kemi qana më cilësore. Mu që motivon shumë atë për unë si esat me shumë dëshirë, me shumë motive kam bo këtë mund deri këtu se unë punoj e kontribuoj në Zvicër dhe më është dhënë mundësia që ti të regojmë sidomos Zvicrës dhe gjithë Evropës e botës që dhe Kosova ka mundësinë prodhon diçka që është e veçantë dhe e shëndetshme dhe pëlqime prej gjithë njerëzve që kemi kontakte deri tash. Edhe me atë qëllim jemi ardhur deri këtu nivele ku jemi tash, po ondrat tona domethënë që ndalen këtu besojmë edhe jemi në atë proces ku jo vetëm unë si e satë na me aronikën e artifrutin ti vazhdojmë këtë rrugtimet, po qëllimi janë është edhe tërheqim njerëz tjerë që në Kosovë kanë plantacione të aronis, edhe të kemi një bashkëpunim si kooperativë edhe të zhvillohemi edhe me gjërë. Të kemi Kosovën si një vullë tonë ku na prezenton gjithë botën, madje në Kosovë me produktet tona më cilësore edhe më të mira që mundi me nxjerr. Një ide fillon kështu, me besim dhe dashuri. Një fidan i vogël që shumëzohet, me pak kujdes, natyra e bën punën e vet. Dhe një vizion i madh merr formë. Natyra bëhet produkt. Aronika. Për çdo moshë edhe çdo kohë. Diell e tokë.